Shfaqim në ekran tani dokument provë materiale 1-2-3-8-7, është deklarat nga gazeta që quhet Shekulli. Nuk mendoj që mbrojtja tha që do ka treguar këtë, por ka një citim të tuaj në të, për të cilin duhet ju bëj pyetje. Dëshmitarët e tjerë janë pyetur lidhur me këtë. Ju po flisni me 14 gusht 1999 dhe në pjesën që na intereson neve thuhet, Clark tha se udhëheqësit e UÇK-s kanë mbështetur thirrjet e tyre që serbët të qëndrojnë në rajon. Nuk do të drejtoj gishtin tek UÇK-ja, udhëheqësit e tyre ka qenë shumë bashkëpunues me neve në nivele të larta, tha generali amerikan gazetarëve në shtabin në Selinë e Kforit. Disa zyrtarë ndërkombëtar thanë se UÇK-ja ishte në origjinë të këtyre sulmeve kundër serbëve dhe se kanë dëbuar 170.000 serbë nga Kosova. General, deklarata juaj që keni dhënë, siç raportohet këtu, edhe këtu bëhet fjalë për mungesën e provave të pastrimit teknik nga ana e UÇK-s. Është kështu përgjigje, unë nuk kam prova po dëshmi se UÇK ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Pyetje në rregull, po kur thoni kjo në përgjigjen tuaj keni fjalën për pastrimin etnik, përgjigje po e referohem deklaratës ku përmendet se rreth 170.000 serb pretendohet të jenë dëbuar nga Kosova. Pyetje komentet tuaja lidhur me udhëheqjen e UÇK-s kanë të bëjnë me këto 170.000 serb, përgjigje saktë, që u larguan nga Kosova. Pyetja ime është, pyetjet që dua t'ju bëj, nuk kanë të bëjnë me dhunën në kuptimin e gjerë dhe të shpërndarë dhe djegjet e shtëpive dhe kështu me radhë në verë të 99-s në Kosovë. Dua të përqendrohem vetëm në mënyrën se si UÇK-ja ka shënjestruar për arrestime dhe mbajtjen e ndalim persona të caktuar. Artikulli tani mund të hiqet nga ekrani, general. Ju përmendet se si rrallë herë keni marrë pjesë në takimet e Këshillit të Përbashkët për Zbatim. A e dini nëse kishte shqetësime që apo ai diskutuar shqetësime në këto mbledhje lidhur me arrestimet e bëra dhe mbajtjen në ndalim të bëra nga UÇK-ja. Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetja e dini nëse UÇK-ja ka ardhur në KFOR për të raportuar ndonjë krim të kryer nga pjesëtarët e saj për të bërë hetime, përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje të paktën derisa aparati i policisë UNMIK-ut u vendos aty, KFOR-i ishte i përgatitur të bënte hetime dhe për të hetuar krime të tilla. Apo është kështu, përgjigje kështu. Pyetje tani do të kaloj tek vizita juaj në gusht 1999 në Kosovë dhe për këtë të nderuar gjykatës do të kërkoj kalojmë në seancë private pasi disa dokumente janë të përfshirë nga kufizimi të rregullës 107. Gjykatësi kalojmë në seancë private.